kujton ky vend i avionit? Ky njëherë në kohë këtu kishte një plazh, quhej plazhi i Aulonës, ku vinin në përgjithësi familjet me fëmijë të vegjël. Këtu Bela, 3 netët e fundit para se të ikim në Itali, ne kemi fjetur këtu në plazh, në rër. Pavarësisht se kemi shtëpinë këtu afër, e kishim shtëpinë këtu afër, 10 minuta nga këtu. Flinim këtu sepse kishin dalë fjalë që këtu do vinin anijet nga Italia të na merrnin dhe na çonin në Itali. Dhe ne praktikisht kemi ndëndur këtu me idenë që të kapnim momentin. Në fakt, kjo gjë nuk ndodhi kurrë. Dhe ne kemi ikur në Itali nga Imara, sepse një grup të rinj kishin mbyer një anije dhe kishin vajtur në Imar pastaj për të marrë edhe të afërmit e tyre. Dhe ne thjesht jemi bashkuar atij grupi dhe kështu kemi ikur në Itali. Por kjo në fakt më solli në mendje diçka tjetër. Të gjithë presin që ndryshimi në Shqipëri të vi nga jashtë. Ta bëj Europa, ta bëj Amerika, ta bëj drejtësia. E vërteta është që ndryshimi ka për të ardhur vetëm nëpërmjet votës. Vetëm duke votuar për ndryshimin, Shqipëria mund të ndryshojë.